të kuqem. Atëherë, se kaluam nga projekt vendimi, edhe pse kanë lidhje me njëri tjetrin këta dy projekt vendime, e kemi të qartë, po sidomos pjesa e shifrave se është kryesorja. Unë e kuptoj që ky projekt vendim ka një qëllim human, sidomos pas ngjarjes së fundit, që kishim një agresion të një qeni ndaj një vajze, tollovie madhe mediatike, që unë fakt, them drejtën, unë rreshtojmë në anën e vajzës, edhe pse për një moment mos kishe informacion vetëm nga pjesa mediatike, duke i sigur vajza kish agresuar qeni dhe jo e kundërta. Pra unë e kuptoj dhe e mirë kuptoj dhe jam shumë dakord që qëllimi të jetë human, që këta qenë janë bërë shumë problematik në qytetin e Vlorës, grupet të mëdha qenësh agresojnë të moshuarit, fëmijët, qytetarët, turistët, po bëmi viral me ato përzënje që i bëjnë bandat e qenëve, turistëve me bicikleta. Mirë po, është një absurditet i madh, ndërkohë që ne kemi një qëllim human për këtë projekt vendim, pa dashje ne dehumanizohemi të shifrat. Pra, jam shumë dakord që strehëza të jetë efikase, të vazhdoj, të ngrihet, por shifrat kërcasin. Çdo të thotë, ne japim një, u përmend këtu dhe nga kolegët e mi të opozitës, ne japim një familjeje atë ndihmën ekonomike 35 euro deri në 60 euro. Ndërkohë që kostoja, Gjergji thot 260 euro, Elsa ndoshta e ul pak më poshtë, kostoja është gati 2 fishi apo 3 fishi i ndihmës ekonomike. Tani ku vajtja i qëllimi human? Pra i bie që ne e bëm mbret qenin. Ndërkohë që një familje, jo njëri, po një familje merr 35 deri në 60 euro. Mos po lajthisim pak këta 6 roje, e përmendi dhe Gjergji. Po këtu afërsisht, këtu po ai roja kujdestar po merr më shumë se një mësues që edukon breza. Urdhro? Jo, po s'ka lidhje me turne, dakord, me turne është patjetër, po një roje ka kujdestar. Nuk quhet mirëmbajtës, kujdestar, po unë e lexoj roje kujdestar, fraksion kujdestar, e kam projekt vendim, nuk quhet roje, dakord, po kështu më vjen në projekt vendim. Kujdestar, e doni kujdestar? Po pse që nga më i rëndësishëm se sa një mësues? E ka rrogën, po e ka rrogën, e ka 2 fishin e rrogës mesatare. Edhe njerë, unë them që kostot janë të tepër të fryra. Edhe Olsa më falë, sa është rroga një kujdestari? Po, mujore. Baza 57.000 ka të përcaktuar. Baza 57.000, Po. 40.000 për vjetërsi, edhe për vështirësi, jo, për vjetërsi është 109.000 lekë dhe 40. Po pra, Po sa me të vjetra, ma thua do të sa me të vjetra? Dhe bëjmë, okay, pra, edhe njerë. Pra, qëllimi është tepër human dhe jam shumë dakord me ju. Të ngrëm këtë strehën, por kostot, shifrat kërcasin. Ne 71.000 lekë, 71.000 lekë. Okej, të reja. Dakord? Mendoj që janë të fryra, si për mirëmbajtjen e qenit në ushqim, kujtu në vaksinim e tjerë, po ashtu dhe në mirëmbajtje. Shikni pak shifrat se në vend që ne atë qëllimin human që kemi, pasaj ne devijojmë rrugës dhe ne do ishte shumë mirë që fokusin kryesor, patjetër që duhet dhe kjo stre, ta kemi tek njerëzit dhe jo tek kafshët. Çfarë kuptimi? Po.